Ushtari britanik i masakruar në rrugët e Londrës nga dy të dyshuar fundamentalistë islamik ishte babai një djali 2 vjeç dhe kishte qenë në Afganistan për të luftuar kundër talibanëve, ka bërë të ditur sot Ministria Britanike e Mbrojtjes. Scotland Yard ka bërë të ditur se janë arrestuar 2 persona të tjerë për ngjarjen, një burr dhe një grua, të dy 29 vjeçar, të cilët janë arrestuar për komplot dhe vrasje. Ata janë vërejtur nga policia në një stacion në jug të qytetit. Autoritetet kanë shpërndar të dhënat e ushtarit të vrarë dje afër një kazerme ushtarake në Woolwich. Viktima e sulmit quhej Lee Rigby dhe ishte ushtar i batalionit të dytë të regjimentit ushtarak të pushkatarëve. Tifoz i madh i skuadrës së futbollit Manchester United, ai binte tamburit në bandën ushtarake, kishte shërbyer edhe në Gjermani dhe Kipro, por për momentin po kryente shërbimin në Londër. Baba i dëmshur i të birit të tij Jack, 2 vjeçar, Rigby, do t'i mungojë shumë të gjithë atyre që e njihnin. Mendimet dhe lutjet e regjimentit shkojnë për familjen e tij në këtë moment ekstremisht të vështirë, shpjegoi në një komunikat Ministria e Mbrojtjes.